Okej, dalim te president. Te çështja e presidentit. Kryeministri, pra kryetari i vendosit në këtë rast ka dhënë një intervistë në cilën thotë që është reale të pritet që mund të kemi zgjedhje, meqense vështirë që më rrinin 80 deputet me marrë pjesë në votim. Fillimisht, a mundesh më na sqaru, zoti Kryesiu, deri kur ka afat Kosova me zgjedh president? Pra, kur është një datë, pas të cilës vendi do të më shkruaj automatikisht zgjedhje. Nëse nuk ka president. Unë sa di, dhe me thonë, dhe me 5 prill, nduket kështu, është 5 prill është afati definitiv i përfundimit të mandatit 5 vjeçar. Një muaj përpara, Kushtetuta parashtet se duhet të zgjedhet presidenti, që nënkupton me 4 ose 5, s'më kujtohet në seksin mars. Pra, nëse nuk zgjedhet deri me 4 o 5 mars, vendi shkon zgjedhje. Është zgjedhjet e jashtëzakonshme quhen, janë 45 ditë, 10 ditë ka fushat dhe shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme përsëri. Pra, kjo është afati. Do të thonë, nëse nuk ka deri me 5 mars, zgjedhja e veçedini, është ato e sanksionon jeni 85, 86, 87. Do të thonë, duhet me qenë mbi 2/3, 80 duhet me qenë prezent. Ai është një obligim kushtetues, do të thonë. A mundet me vazhdu me kryeparlamentarin si UD? Mundet me vazhdu. Nëse nuk zgjedhet, si tash. Po, nëse nuk zgjedhet, mundet me vazhdu. Që tash, do thotë me 4 prill. Nëse na jemi pa president, a mundet kryetari i parlamentit me qenë ushtrues detyre? Kryetari i parlamentit, kushtetuta për 6 muaj. Për 6 muaj, po. Brenda 6 muaj. Edhe pse kalon ky 5 marsi? Jo, janë edhe 6 muaj tjetër kryetari i gjykatës kushtetuese masani. Jo, mos folni ashtu. Mos folni, ju gaboni. Po gaboni, se kërkon nuk shkruan që kryetari i gjykatës ka disa vende të tjera të botës, po të na as nuk shkruan kushtetutë, as ligj, as kërkon, mos harroni këta. Çish mundet edhe mos 5 marsit me vazhdu me ushtrues detyra? Për shkak se na kemi një rast për çështën e presidentit. Apo konstituohet parlamenti. Jo, na po supozojmë që parlamenti s'ka arsye mos më konstituo dhe më bë qeveria. Vetë vendosje i ka parlamenti, po nëse konstituohet parlamenti. Nëse zgjedhet kryeparlamenti. Kryen këtu. Edhe nuk arrihet me zgjedhje presidenti. A mundet 6 muaj të ardhshëm kryeparlamentari me qenë? Jo mundet, po ai ka detyrë, mënyrë automatike është. Do thotë vendi nuk shkon zgjedhje automatikisht. Jo, nuk shkon. Okej. Qysh nëse ma herët tha që automatikisht shkon zgjedhje. Nëse zgjedhet presidenti. Po dhe? Nëse nuk zgjedhet presidenti, nëse nuk zgjedhet, nëse nuk zgjedhet presidenti, nëse nuk zgjedhet Mendoj që i ka fol me nxonca që më thon. Jo. Shkollës shumë intelektuale një çfarë. Jo, veç shpjegojna çështu sinqerisht më thon. Domethënë, nëse po supozojmë që deri me 5 mars nuk zgjidhet presidenti i ri. Presidenti i ri, po. A vazhdon kryeparlamentari këtë rast? Ushtrues i detyrës. Bëhet ushtrues detyre. Edhe vendi nuk shkon zgjedhje, apo? Do thotë nuk shkon vendi zgjedhje. Tani mundet me shkuën zgjedhje nëse këta, domethënë, mirën vesh për me shkuën zgjedhje. Apo kupton? Po. Po ky vazhdon. Që ti 6 muaj, nëse zgjedhet zgjedhje, shkon zgjedhje, po ky mbetet ushtrues i detyrës se ushtrues i detyrës se presidenti. Në zgjedhje shkon. A kupton? Por brenda 45 ditë, nuk kupton që çfarë ditë me presidentja do të thonë për saktë zgjedhje. Do thotë, nëse nuk arrihet me u zgjedh presidenti me 4 prill, shkohet zgjedhje. Shkohet zgjedhje automatikisht. Detyrën e merr udhëheria. Okej, unë mendoj se 6 muaj me evitu, a mund të evitu zgjedhje. Mandatin, po 6 muaj. Po, aha, okej. Presidenti do të shkojë për presidenti. Ai më ka. Pyetja është a ka mundësi me ik zgjedhjes nëse nuk zgjedhet presidenti? Jo. Kjo është, domethënë s'ka mundësi. Se keni fjalë shumë me kjo ardhe. Po zgjedhën shtynaj se mandati. Jo, ai mund të merr ushtrues detyre i presidentit, për shembull, nëse në rastin e rondin e dytë nuk zgjedhet kryeministri, rondin e dytë, a vëdeni, shkojmë në zgjedhje. Nëse nuk zgjedhet herën e parë, nuk zgjedhet presidenti, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Detyrën e presidentit e zën ushtrues detyre i kryetarit parlamentit. Na nuk mundem me evitu zgjedhjet nëse deri me 5 mars nuk kemi një president të ri. S'ka zësi. Këni ka dënë me bu president. Viktor, a mundesh më na tregu? Ai tash për ta vendoset kur t'i vjen koha kësaj pune. I ka ardhur. Jo,
Njëherë duhet më konstituu kuvendi, pastaj duhet më konstituu qeveria, edhe pas qeverisë, edhe i vjen rrolla presidenti. Fiks 2 muj, pej sot. Pra sot 2 muj duhet, nëse s'kemi president, shkojmë sërish në zgjedhje. Po janë dy institucione tjera që duhet më konstituu përpara. Kuvendi dhe qeveria. Kuvendi dhe qeveria. Kur të konstituohen to, i vjen rrolla dhe presidenti. Kuvendi duhet me qenë është bazik, ne jemi republikë parlamentare, full republikë parlamentare. Keni diçka tash, po po të si jurist, po të si analist, po du më ju pyet gjithë në fakt. Zoti Kurti tha kur zgjidhet tha presidenti i ri ose presidenti i arreth aty vazhdohet, pra e qiti si opsion dytë, ndoshta vetëm rastësisht gjatë intervistës, ndoshta me qëllim, apo provohet mos me e qit Vjosa Osmanin, kandidatës sërish, apo thjesht me Vjosa Osmanin, po i shantazhon partitë tjera që nëse nuk ma votoni këtë, do të shkojmë sërish në zgjedhje dhe në zgjedhje masanej, qyshta Viktor Buzhala, aty masanej, është një farloj procedurë. Qallamitja, është një farloj procedurë paraprake, që në kupton për me qenë kandidat, dhe më thonë duhet mi pas 35 vjetë, dhe më thonë në shkja formale, edhe duhet mi pas minimumi 30 në nshkrime për me vendos kandidaturën për president. Kjo është një farë lëvizje paraprake, dhe më thonë është një parahyrje për më bo president. Nëse nuk ka mundësi mi marë 30 në nshkrime, 30 në nshkrime, për deputet, atëherë çdo kush e din që zbëhet president. Nëse me 30 në nshkrime, se ka drejt me qenë 2 kandidat. Amo jashtë procedurës, a mund është me më përgjigj pyetjen që ta vona? Pra, që po do me bëhë zoti Kurti? Pra, po tash po të pësë jo si jurist, po të pësë si analist. Opinionist. Apo provon aj, pra me rizjedhin herë Vjosa Osmanin, apo nuk dëshiron me shku me këtë kandidaturë dhe i përmend zgjedhjet për shkak se mendon që mundet me fitu më shumë, se tash ku është logjika me i përmend zgjedhjet, që me thonë, ditën kur i ki marrë rezultatin historik tonë, në kupton? Dëgjom. Ta është ajo është politikë, edhe kretjeta është politikë. Do të thonë, kretjeta është politikë, a i banë politikë, por une, si pas percepcioneve të mija, une po mendoj se nuk është shumë interesume me zgjedhë Vjosa Osmanin për sëri. Nuk është interesume shumë me zgjedhë Vjosa Osmanin? Për shtipit, ajo në reala nuk jenë nuk di, po une sa është, dhe me thonë nuk është shumë interesume me zgjedhë Vjosa. Po provon një kandidatur tjetër? Okej, Viltar? Tash unë nuk mund të flas përdesa as kryeministri nuk ka folë me emna. Lajme të qia për guxo. Unë nuk mund të flas me emna, a do të jetë ky ai kryeministri po provon që me e zgjedh me zgjidh ngërsin që ka ndodhur dhe që një vit. Dhe me thonë, është e sigur që kuvendi dhe qeveria do të konstituohen, qeveria Kurti 3, po vjen, nuk ka nevojë më marrë numra ma shumë, se 51% mjaftojnë për me pas një qeveri stabile, dhe esenca është mos mu bloku as të çështja e presidentit, edhe me ecë përpara. E koalicion me dikon s'doni me bo? Po tash, unë s'moj me folë tu, a do të ketë koalicion ajo, pasi që për këtë vendos zoti Kurti dhe strukturat. Mirë po, zoti Kurti po provon që të zgjidhet një herë mirë kënë ngërç, 4 vjetë t'i kemi qeta, për 4 vjetë e ashme, 4 vjetë t'i kemi qeta, të zhvillohemi, të ecim përpara, të shkojmë drejt strukturave atlantike. Disa propozime, do me thonë, është që një gjithë që po mirë. Unë e kom thonë për herë parë dhe jam që ati mendimin që duhet me qenë VVPDK në koalicion. Po morë parasysh sa vota kanë morë, për shkak për hir të Kosovës, sa që i kështu, dhe për hir stabilitetin institucional, edhe disa ngjarjeve që kanë me ndodhë në Kosovë. Qofshin ato të karakterit ndërkombëtar, qofshin ato të karakterit në brendshëm. Ne i dim që i kemë disa shokë dashamirë jashtë Kosovës, dhe është një situatë të cilën unë e konsideroj se PDK-ja duhet me qenë virtuoz këtu, dhe me arë deri të me hyrë deri në qeveri, deri të kryejnë çdo procese, kështu më se shumë më mirë. Pro garantoj unë se nuk do të ketë koalicion me PDK. Që janë jashtë Kosovës, procedurat janë kryjë tashmë. Qeveria ka bo që ka bo për ta, ose s'ka bo kur gjo, kështu që... I keme do asociacione, i keme asociacione, pastaj i keme demokracione... Presidentin mund të me zjedhë vetëm edhe me LDK. është gabim me hi
Me HYPDK-ja, me gjatë ata I kanë... Mendimi e më është, do më thonë, jo që I tonë e po. Mendimet e veta... Unë e konsideroj që I kishte me qanë mirë për Kosovë. Me hyta HYPDK-ja edhe ose LDK-ja, ose kush do të qofte, kur ti I merë 57 ose 58 deputet... 57 I ka aktualisht. 57 aktualisht. Edhe ti tash me hy me akry do pun të ndyera, ose në figurativisht, si që është marrëveshja e orit, edhe më bo bashkëpajtor për një marrëveshje që ka kry... Kjo se pranë Kurti, kjo është... Kështë me qenë mirë, si pas mendimin të... Jo, është gabim, nuk do të ishte mirë për partit tjera, pse me akry një pun një njeriu I cili e ka nënshkruat marrëveshje, I cili ka dhesht me mos që si të vota. Marrëveshja uri është derivati marrëveshje 2013 e 2015 që I kanë bërë pikërisht PDK-ja. Në kryetari yt Glauko Njufsa ka me mujt me kthy te marrëveshja 2013-s edhe Isa Mustafës edhe këto, ish mi ka shumë të lumtur. Ajo marrëveshje Glauko Njufsa ka ndryshimi atë me u kthye çështja e presidencës mos na tha 2013. Është mbrima herë. Se e pa që tha eksperti Gjerman dje. Do thot, kur çfarë nuk ka ndryshimi kufije çka ka me punën e pastës së ndyrë kanë kryer 2013 në 2015, kështu që se mara keni ju me na kthyn që si tema para 14 vite. Jo, Glauko Njufsa vet nuk hina në seri. Glauko Njufsa ka thonë me mujt me u kthyn marrëveshjen e Isa Mustafës, edhe Hashim Thoçit për neve I shkon marrëveshje super. Se di ku e pas ka fondi vet. Jo, informohu pak, veç këshir në Google, se to e gjen. Deklarat me video është. Se di ku e pas ka fondi, po marrëveshjet ndërkombëtare. Po të kthehemi te presidenti. Mos më nëmën atë si tema, mos më nëmën atë si tema. Po mos më nëmën atë si tema kot. Po ti do të nisë me unë. Ona ne bre, kesh të fol për presidencë diçka. Unë mendoj pajtona me mendimin e zotit Kryziu që Albin Kurti nuk është interesuar në bazë deklarata dhe një intervistë dje që e pat, nuk është interesuar më Vjosa Osmanin me rizgjedh.